Po kur flet Allahu për muslimanët, thot alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Allah I përmend me pietet, thot edhe ata musliman besimtar të sinqert, tepër të sinqert. Alladhina yadhkuruna Allaha, të cilët e përmendin Allahun kur janë në këmbë, kur janë në ruku, kur janë të shtrirë në shpinë, domethënë edhe në namaz, në secilën gjendje. në secilën gjendje, në secilën lënë rrethon, në secilën etapë brenda ditës, brenda jetës tyre në përgjithësi, e përmendin Allahun, o yatafakkaruna, edhe thellohen me mendime kush i ka kriju Allahu qejt, edhe për tokën, se kaq, apo flasim për Kur'anin që është drejtuar në atë periudhë njeriu që s'ka pas këtë arritje teknike, teknologjike të kohës, ose këto informacione përgjithësine për planetet e tjera. Po qejt dhe toka kanë qenë si porta, dy porta që I dim, të mundësisë me meditimet. Të mundësisë me bëhet fjalë për meditim të gjithësisë. Gjithçka, për shembull në kohën tonë, nëse qejt dhe toka, po themi kështu kuptimisht të I kaluar, atëherë do të soditim akoma më tutje. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, edhe thojnë, Rabbena ma khalaqta hadha batilan subhanak. Kjo rezultati. Rezultati. Edhe thojnë, Zoti ynë, mase I soditin qetë, tokën, mahnitën me këtë krijim të Allahut, thojnë fund, Zoti ynë, këta nuk e ke krijuar rastisht. Subhanak, I lartë madhruar jeti. Fekina adhaben nar, dhe na mbroj prej zjarrit të xhenemit. Është një vetëdisim, dhe njerë për më këthyja Allahut, se dënjaja është dënja. Edhe I madhi Zot të njeriu ka vendosur një ego të fuqishme për një dashuri të madhe për dënja. Ama pikërisht këto meditime ndërpresin atë fijen e gafletit, shkujdesisë, ose distancimin nga rruga e Zotit, nga ibadeti ndaj Zotit,